Jemi në Tiranë, jam së bashku me zotin Hasan Keka, i cili është drejtuar emisionit Stop, pasi motra e tij nga nëna, Dodi Troqi, është invalide. Në fakt jemi në hyrje të banesës së saj, apartamentit ku ajo jeton këtu në Tiranë, nuk gjendet në banesë sepse del. Dhe ju nuk keni idenë se ku ndodhet, apo jo? Po. Apo nga shkon zakonisht? Te kuzhina Tiranë më shkon ajo. Çfarë moshe keni ju, zoti Hasan? 78 vjeç. Dhe ju jeni kujdestari i saj, i zonjës? Po. Për sa vitesh? Që nga 2015. 2015. Ju keni marrë pagesën e invaliditetit së bashku me kujdestarin të zonjës? Bashkë. Për problemet të shëndetit mendor që zonja ka? Po. Sa është pagesa? Pagesa 200.000. Deri kur e keni marrë këtë pagesë? Deri në maj të këtij viti, 2005. Çfarë ndodhi në maj të 2025-s? Kërkoj prokur, u bë prokurat gabim. Në vend që ishte bë për mua, bëri për motrën ajo, gabim i keq. Kush ajo? Noteria. Noteria kupton. E ktheva mbrapsht pastaj. Se pranoi mua ta bënte. Pas dy tjerë. Çfarë shërbimi keni bërë zonjës? E ke pa, merr ilaçet, merr vizitën në saj. Për atë pyetën edhe këtë Me kë jeton zonja? Jeton me një djalë. Djalë i quhet Artan Tragoj. Pse nuk kujdeset djali për nënën? Nuk kujdeset. Pse? Ja, për vetën e vetë, jo për atë. Nuk është e dhunshme. Ja. Nuk krijon konflikte? Ja, nuk krijon. U rikthyem sërish në adresën ku banon zonja Troqi. Në lidhje me pensionin, Dodi, e ke marrë? S'ka marrë. S'ke marrë pension? Po ke qenë ke posta vetë? Ke qenë ke posta? Se pastroj atë. Si? Pastroj banjot. Ku i pastron banjot? Aty të magazinë. Dodi, a e njeh këtë zotrin? Kush është ky zotria? Një fshatari jo. Fshatari juaj është? Nuk është vllai juaj? Me kë jeton o Dodi këtu? Me plakën, po plaka ka mbajtur nga njerëzit e vet. Me plakën? Kë plak? Mama. Maman tënde? Djali. Sa vjeç je, Dodi? Një 33, 34. Do shtrihesh të pushosh apo nga do shkosh? Do qanë që edhe prapë. Si? Do qanë. Do qohesh, pushove, Po kjo zotria, Hasanit, vjen të sjell ndonjëherë ushqim a ndonjë gjë? Nuk ka nga duart e tjerë. Dhe kapen e pjende. Nga ajo, nga kështip e vjetër. Shumë e vështirë për ta kuptuar zonjën. Nuk e kupton. Mirë, Dodi, mirupafshim. Nga posta 22 e Tiranës i thuhet qytetarit të interesuar për tërheqjen e pensionit të invalidit të Dodit Troqi që nuk mund të bëhet pasi është bllokuar nga sigurimet shoqërore. Tani, pse nuk po e merr dot? Sepse ajo që më ka përsuar mua qyshi, nuk e ka të shkruar atje. Ai vërtet mund të ketë marrë kujdestari sepse ai ka bërë shumë dokumenta. Dhe është mirë që t'i shohim njërë bashkë dhe ta shohim. Ta shohim që a e ke të shkruar sepse aty te kujdestaria që ka marrë zotria një herë, dy herë, pesë herë, nuk e ka shkruar që duhet të tërhiqet pension. Dhe këtë mua ma kapën sigurimet shoqërore dhe më tha stop deri këtu sepse duhet të shkruhet për të tërheqje pensionit. Ne ndaluam pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore të Tiranës dhe në fakt konkretisht në kempin rajonal të Tiranës. Çfarë nuk kupton kujdestari shëndetësor dhe kujdestari ligjor? Komisioni mjekësor cakton kujdestar për anën shëndetësore. Ky që është anës shëndetësore nuk është i anës ligjore. Anën ligjore e vendos gjykata për kujdestarinë. Të sëmurët psiqik në përgjithësi, ata që janë të rënduar nuk janë në gjendje për të vepruar juridikisht. Duke referuar përgjigjes që qytetari mori nga filiali i Postës Shqiptare, ne patëm një komunikim me drejtorinë e përgjithshme, ku na thuhet që ka dy mënyra që mund të tërhiqet pensioni i invaliditetit në rast se vetë qytetari nuk i drejtohet filialit të Postës Shqiptare.
duhet të depozitohet një prokur nga personi që shkon për ta tërhequr pensionin e invalidit, ose duhet të ketë një vendim gjykate si kujdestar ligjor. Procedura në nënshkrimit të prokurës nuk është finalizuar për shkak të situatës shëndetësore të zonjës Dodi Troqe. Nga ana tjetër, Hasani ka iniciuar një proces gjyqësor për të përfituar kujdestarinë ligjore. E në fakt gjykata e ka rrëzuar kërkesën e tij pasi nuk plotëson kriterin e moshës. Zyrtarisht, nga muaji korrik i vitit 2025 deri më sot, pensioni i Dodi Troqit ka mbetur në pikën postare 22 në Tiranë. Rasti Dodit nuk është një rast i izoluar. Për këta invalid të diagnostikuar me probleme të shëndetit mendor, nënshkrimi një prokure të posaçme është mision i pamundur, por gjithashtu është i pamundur gjetja një kujdestari ligjor dhe përfshirja në një proces gjyqësor. Në këto kushte lind pyetja: a ka ardhur koha që gjehen mekanizma të rinj nga institucione të ndryshme në mënyrë që këta invalid të marrin pensionin që u takon? Noterët tashmë janë të gatshëm edhe kanë edhe detyrim ligjor që të shkojnë edhe pranë banesave të tyre për t'ju marrë prokurat, se shpeshherë ka dhe persona që nuk din rëndësinë e aktit dhe ndaj tyre nuk mund të veprohet ligjërisht. Nëse ne do të vazhdojmë të presim për caktimin e kujdestarit ligjor, atëherë ky person i cili pret për të marrë pensionin do të mbaroj përfundimisht. I thonë, ajo kohë zgjat 5-6 muaj, 8 muaj mund zgjasë një kujdestari ligjore. Atëherë çdo të bëhet me personin i cili do të marrë pensionin me cilin jeton. Zyrat e shërbimit social pranë njësive administrative mund të angazhohen, mund të rregullohet me ISSH-n për të nxjerrë rregulla të tjera vetëm për t'u ardhur në ndihmë këtyre personave. Të gjendur në këtë situatë u vëmë në kontakt me punonjësët sociale të njësisë administrative nr. 4 këtu në Tiranë në lidhje me rastin e Dodit Troqet. Grupi punës ka dalë në terren, është bërë një takim me djalin e zonjës Dodi, ku në fakt për fat të keq deri në këto momente Dodi nuk pranon që të akomodohet në rezidencën e gjetur nga punonjësët sociale të njësisë administrative nr. 4.